Partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, e njohur si AfD, është tashmë zyrtarisht në vëzhgimin e strukturave të sigurisë gjermane. Agjencia e Inteligjencës së Brendshme e ka klasifikuar këtë forcë politike si një organizatë ekstremiste me arsyetimin se ajo përbën kërcënim për rendin demokratik të vendit. Koncepti i bazuar në etni dhe prejardhje i njerëzve që mbizotëron brenda partisë, nuk është i pajtueshëm me rendin e lirë demokratik. Sipas raportit të brendshëm me rreth 1000 faqe i cituar nga transmetuesi publik ARD, AfD ka shkelur parime thelbësore të kushtetutës gjermane për fshirë respektimin e dinjitetit njerëzor dhe sundimit të ligjit. Ky vendim vjen në një moment delikat për politikën gjermane vetëm pak ditë para se Friedrich Merz të marrë zyrtarisht detyrën si kancelar i ri. Ai pritet të përballet me kërkesa të forta që të mos lejojë asnjë formë bashkëpunimi me partinë e djathtë ekstreme, sidomos në nivel rajonal apo federal. Klasifikimi i AfD-s si ekstremiste e bën shumë të vështirë për partitë e tjera që të bashkëpunojnë me të, pa u përballur me pasoja politike apo morale. Me këtë status të ri, autoritetet gjermane mund të përdorin masa më të forta mbikëqyrje si përgjimet apo përdorimi i informatorëve konfidencial për të monitoruar aktivitetet e partisë. Kjo lëvizje e shënon një kthes të fortë në qëndrimin institucional ndaj AfD-s që në zgjedhjet e fundit doli forca e dytë politike në vend. Ky zhvillim rrezikon të polarizojë më tej skenën politike në Gjermani dhe ka gjasa të ndikojë edhe në dinamikën e parlamentit të ri, ku tashmë debati mbi të ardhmen e bashkëtesës politike me këtë forcë është më i nxehtë se kurrë.